ka ekscelenca Franca me Italinë. Ato janë mbretit dhe mbretëresha e verës, kemi mësuar nga ata, do mësojmë akoma dhe disa vera që ata i kanë prodhuar, ne zot i prodhojmë do të kurrë dhe për 100 vite. Unë flas për një kategori verës tjera, që janë ato konvencionale, të cilat detyrohen të nënshtrohen një procesi që është standardizim, që standardizimi nuk është cilësor, është sasior. Ti ta marrësh një pulë dhe ta bësh një lloj me të gjitha. Kur flasim për standardizim, njerëzit thonë dua standard. Jo, nuk e duhet standard, sepse vera nuk duhet të jetë gjithmonë një lloj çdo vit. Këto janë detaje që nuk i kupton konsumatori. Konsumatori do të di kush është vera më e mirë shqiptare, nga cila krajë. Atëherë, jo, nuk do bëjmë reklam verës. Nuk ka problem, qofse kjo i shërben konsumatorit, ky emision nuk është emisioni atyre formateve që... Do të shpjegoj diçka. Shqipëria është e gjithë harta, po të marrësh nga Malësia Madhe, që ka kantina, deri në Leskovik. Pse nuk shkon me reklamën e dur ke konsumatori, se s'pon përgjigjesh, tamam. Sepse reklama duar do një mbështetje shumë të madhe, qoftë nga shteti, qoftë nga individi, qoftë Jo, nuk është e vërtet, jo gjithmonë është e vërtet. Jo gjithmonë është e vërtet kjo. Jo gjithmonë është e vërtet, se reklama nuk mund bëhet vetëm me lek. Promovimet janë më të... Shive, reklama fillon nga konsumatori. Po sektori retailit, çfarë i thot verës shqiptare? Pse se thua këtë? Çfarë i thot? A e vendos në pjedestalin e duhur verën shqiptare? A pra, pse nuk e bën këtë gjë? Fillon nga konsumatori, fillon nga pronarët e restorante, fillon nga shumë hallka të ndryshme. Tani, që të promovojmë verën shqiptare, në radhë parë nuk duhet parë vetëm si atë më pëlqen apo jo. Duhet kuptojmë që nëse ti pinë shqip, ti ndihmon një zinxhir të sektorit të Shqipërisë, që është ky zinxhir ka disa hallka. Është hallka bujësia, familje rurale, vlerat historike, vlerat kulturore. Një konsumator nuk mund ta mendojë këtë deri në devizën e fundit. Po prodhuesi shqiptar prodhon njësoj siç prodhon për eksport edhe për Shqipërinë? Sigurisht që po. Në të njëjtat standarde? Në të njëjtat standarde. Ne jemi prodhues të vegjël. Ne vjelim me dorë. Kemi vreshta me sipërfaqe të vogla. Dhe një standard kemi, domethënë një verë prodhojmë. Në kuptimin e cilësisë, në çmime ndajmë standardin, kemi një më të shtrenjtë, një më të lirë, po nuk është se për eksportin ne bëjmë diçka tjetër. Po në vlerësime ndërkombëtare, si ka qenë